kush është arsyeja është Edi Rama. Me Edi Ramon, ashtu sikurse ne kemi thënë, nuk ka për të pasur asnjë hap përpara në procesin e integrimit. E kanë thënë gjermanët me zë të lartë, po e thonë edhe vendet e tjera, të cilat po evidentojnë ç'po ndodh në Shqipëri. Edhe këto ditë të fundit që unë kam pasur takime në Këshillin e Evropës, por jo vetëm, kam pasur disa takime në OECD, kam pasur një konferencë ku një pjesë e takimeve u fokusuar në situatën në Ballkan, situatën në Shqipëri, por edhe situatën e korrupsionit, veçanërisht në Shqipëri dhe të drejtësisë. Unë kam informuar pra të gjitha institucionet për ato çfarë po ndodh në Shqipëri. Juve përmendët Malin e Zi dhe Shqipërisë që Edi Rama pretendonte, apo edhe funksionarë të tjerë të Bashkimit Evropian të lobuar në një arsye, për një arsye apo për një tjetër nga Edi Rama, pretendohet që Mali i Zi dhe Shqipëria të ishin frontrunner, pra të ishin ato vendet që kishin ecur shumë më tepër në procesin e integrimit. Por nëse Mali i Zi po plotson të gjitha kriteret, po ndërmerr të gjitha hapat, jo vetëm për ndryshimin e harmonizimin e legjislacionit, po hapa konkrete për luftën ndaj krimit të organizuar, për luftën ndaj korrupsionit, për vendosjen apo për shtetin ligjor, për mediat, dhe ju e përmendët mediat. Mediat është njëra prej problematikave më të mëdha në Shqipëri. Dhe incidenti i fundit me gazetaren, jo vetëm që nuk do kaloj, po do ngrihet edhe në Këshillin e Evropës apo në organizma të tjerë, dhe nga unë apo dhe nga kolegë të tjerë. Pra të gjitha këto e bëjnë që Mali i Zi të eci, të jetë vërtet frontrunner, të jetë në vijën e parë të gjitha vendeve që aderojnë në procesin e integrimit. Ndërkohë që Shqipëria çdo ditë më shumë për shkak të Edi Ramës po bën hapa pas. Është fatkeqësi shumë e madhe sepse të gjithë shqiptarët janë më europian dashësit. Shqiptarët janë në 85%, pra në përqindje më shumë se çdo vend tjetër i rajonit i Ballkanit, që kërkojnë që Shqipëria të anëtarësohet në Bashkimin Evropian. Del Edi Rama pastaj, që mbron korrupsionin, lidhjet me krimin e organizuar. Me që dolet e krimi organizuar, ka një detaj tjetër që lidhet që mbasi harrua ta përmendit. Në fakt, ditën e ndeshme ne kemi transmetuar një lajm nga mediat belge, të cilët flisin për para të pisët nga grupet kriminale, të cilët blen prona pafund në Tiranë, i vendosin kolateral në bankë dhe më pas nëpërmjet tyre blen prona në Belgjik dhe jo vetëm. Pra, është kthyer paraja kriminale në shqetësim, sepse kjo para, domethënë, po shqetëson ndërkombëtarët në këtë aspekt.